Indeksi I pasaportave Henley, një nga disa renditje që marrin fuqinë e pasaportave, atë të Kosovës e rendit në vendin e 65 në botë. Kosovarët mund të udhëtojnë me të pa vizë në 81 shtete. Në renditjen paraprake 3 mujore pasaporta kosovare, renditja e 61 me 82 vende ku mund të udhëtojnë me të pa vizë. Ndërkohë pasaporta e Shqipërisë, që paraprakisht renditja e 49, këtë herë është në vendin e 47 me 122 vende, në të cilat mund të shkosh me të. Nga pasaportat e shteteve të tjera të rajonit, ajo e Serbisë renditet e 36, e Bosnjës e 47, e Malit e Zi e 43 dhe e Maqedonisë së Veriut e 42. Indeksi I pasaportave Henley mat fuqinë e pasaportave edhe për herë të parë në historinë e tij 20 vjeçare, pasaportën amerikane e ka lënë jashtë listës së 10 më të mirave. 3 pasaporta aziatike mbajnë tani kryesimin e renditjes: Singapori me hyrje pa vizë në 193 destinacione në mbar botën, Koreja e Jugut me hyrje në 190 vende dhe Japonia me 189. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara renditen në vendin e 12 në renditjen më të fundit 3 mujore, në të njëjtin nivel me Malajzinë. Qytetarët e të dy vendeve gëzojnë hyrje pa vizë në 180 nga 227 vendet dhe territoret që ndiqen nga indeksi, I cili u krijua nga firma këshilluese globale për shtetësi dhe qendrim Henley & Partners me qendër në Londër dhe përdor të dhëna ekskluzive nga shoqata ndërkombëtare e transportit ajror.